kush e refuzon përmendjen time, kush e refuzon adhurimin e Allahut xhaleshan, të tillin thot Allahu xhaleshan do t'i bëjmë që të ketë një jetë të ngushtë. Me ishe të ndënkën përkthimi bukfal i fjalës është jetë të ngushtë. Edhe populli e përdor, ha? Jetë të ngushtë me një fjalë, një jetë të zënë, një jetë me telashe me probleme për më të ndryshme që problemi më i madh është tek ai vetë, tek brendësia e tij, tek parahatia e tij, gjoksin e tij. Parahatia në gjoks e bën njëri që edhe dynjan mandej me pas vetën kur ai nuk arrin me e përjetu as lumturin, as nasin, as kur gjofi bashkë pranë këtij. Për atë kjo nuk arrihet pas me dhikr. Me dhikr, me përmendje të sinqert Allahu me kryerje prate asaj çka Allah ka porositur, çka pejgamberi alayhis salam na ka mësuar. Prandaj stabiliteti ynë, përshëndrueshmëria jonë edhe në të gjitha punët e tjera, edhe në studimin tonë, edhe në leximin, edhe në biznesin, edhe të tjera, arrihet kur ne jemi stabil në relacionin tonë me Krijuesin tonë. Pa këtë nuk ka mundësi njeri me qenë stabil, për atë duhet kontrollu secili prej nesh veten edhe rrugë që mos të bimë bashkë në këtë aspekt.